E tani në studio kemi nderin dhe kënaqësinë të mirëpresim me dhe drejtorin ekzekutiv të Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, e cila shënoi edhe jubilein e rëndësishëm 20 vjetorin nga themelimi i saj e deri në rrugtimin që reflekton angazhim, përkushtim dhe mbështetje të vazhdueshme. Për të folur rreth këtij përvjetori kaq të rëndësishëm, arritjeve të deritanishme, sfidave të ekonomisë dhe vizionit për të ardhmen, në studio kemi, siç e paralajmërova, edhe drejtorin ekzekutiv zotri Durim Zekirin. Mirë se erdhët dhe faleminderit që pranuat ftesën, sidomos në kohën më të ngjeshur tuaj janë t'jeni pjesë e emisionit tonë. Gjanan, mirë si ju gjeta, unë jam gjithmonë mirënjohës dhe falenderues, sidomos kur marr ftesë nga servisi publik, gjithsesi nga televizioni UIP, sepse vlerësoj që është institucioni i cili duhet mbështetet dhe ka qenë po ashtu mbështetës i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore dhe nuk ka formë ndoshta më të mirë për të shprehur mirënjohjen përposa asaj që ndodhi në ngjarje, pra edhe këto të jemi prezent në këtë studio. Ju faleminderit shumë për vlerësimin. Ajo që ndodhi në ngjarje është një gjë shumë e madhe, është një jubilej 20 vjeçare, një fest shumë e rëndësishme. Si e përjatuat personalisht këtë mbrëmje që solli emocione drejt jush, pashtu edhe drejt të gjithëve që ishin prezent, sepse pam sekuenca që kishte shumë njerëz të grumbulluar për të festuar, për të kremtuar, edhe rrugëtimin e tyre, edhe tuaj jenë po ashtu. Si që potencuat, është shumë e vërtet kishte një masë të madhe të njerëzve, gjë që Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri Perëndimore ka qenë koshjente se ka një, të themi, një shpinë të fortë në zhargonin popullor, në kontekstin e asaj që ka shumë mes dhe dashamir, mirë po nuk kemi pasur mundësi më herët, pra nuk kanë qenë ndoshta edhe rrethana, nuk i di, të organizojmë një ngjarje aq të madhe sikur tani, dhe mendoj që vetë jubileu 20 vjeçar ishte momenti i duhur për të matë dhe për të shtrënguar guximin që e kishim, pra të shohim se sa mund të grumbullojmë njerëz ndoshta, dhe po ashtu edhe ndodhi. Kishim mysafir nga të gjitha trevat e Ballkanit, nga gjithë Maqedonia e Veriut dhe nga të gjitha institucionet pothuajse. Pa marrë parasysh gjithçkaje, vlerësoj që përpos përmbajtjes të cilën ngjarja e kishte si event pra në vete, mendoj që atë bukurinë dhe sharmin i dhanë mysafirët të cilët ishin prezent, të cilët shfrytëzoj rastin dhe t'i falenderoj për prezencën që e dhanë aty, duke treguar që OMVP si institucion ka përkraje të fuqishme dhe është jo rastësishëm suksesi i saj dhe ndikimi i saj në krijimin e politikave makroekonomike. Unë si organizator dhe si drejtor ekzekutiv i asaj ngjarje, së bashku me stafin tim dhe me këshillin për aktivitetet e 20 vjetorit, edhe pse paka shumë skenarin e kemi punuar vetë dhe dinim se si do duhet të shkonin gjërat, mirë po emocioni është i pashmangshëm dhe i paevitueshëm dhe është ndoshta pjesa më e bukur e gjithë asaj çfarë kam përjetuar unë dhe shpresoj që edhe të pranishmit përjetuan momente shumë emocionale, por edhe reflektive në bazë të asaj që kemi shpërfaqur edhe momente historike pra të ecerisë së institucionit tonë. Kishte ndonjë moment më të veçantë gjatë kësaj mbrëmjeje? Momentet e veçanta ishin ato momente kur u ndan mirënjohjet për partnerët dhe për mbështetësit tanë, ishin edhe momentet kur pas përfundimit të gjithçkaje, mos them po me qindra telefonata dhe porosi kemi marrë që të gjithë ne për lavdatat të cilat i prisnim, por nuk e dinim se do të shkonte aq mirë dhe aq bukur. Dhe ato ishin ndoshta momentet më të mira, por kishte edhe disa sekuenca nga kolegja e cila edhe e moderoi ngjarjen ku përmendi disa shumë fjalë ndoshta të cilat kanë peshë signifike më tepër se sa që kanë peshë gramatikore apo lirike siç thuhet. Sidomos duke u falenderuar njerëzit, duke u përshëndetur njerëzit të cilët ishin prezent për shkak se ishte numri i skajshëm dhe shumë i madh i mysafirëve. Por ndoshta momenti kryesor emocional për mua ishte në momentin kur edhe moderatorja papritur dhe pa jashtë skenarit më ftoi që të përshëndes të pranishmit. Ato përshëndetje janë më të sinqerta dhe më të mira realisht. Janë më të sinqerta dhe më të mira e vërtet, por edhe janë pak të japin një trem dhe një emocion të cilin ndoshta është vështirë dhe ta kontrollosh frymarrjen, pavarësisht përvojës tonë në skenë dhe para audiencës. Por mendoj që
Momenti kryesor ishte edhe në fjalimin e kryetarit të Odës kur i falenderoj të gjithë të pranishmit e sidomos potencoj lavdatat e tij për stafin ekzekutiv, për stafin tim, kolegët e mi në zyrën ekzekutive, të cilët kanë treguar një zell dhe një profesionalizëm të skajshëm, jo vetëm në këtë rast, gjatë gjithë kësaj periudhe, sidomos kur unë udhëheq me këtë institucion. Dhe ndoshta ajo ishte momenti kryesor dhe unë shfrytëzoj rastin pikërisht nga këtu, t'i falenderoj me prullësi dhe me sinqeritetin më të lartë, sepse vlerësoj që ajo çfarë duhet të bëhet është bërë, madje është tejkaluar çdo limit të cilin ndoshta e kemi ne si individ. Këtë doja të pyes kur i shihni OMVP-n tani pas 2 dekadave, cili është transformimi më i madh që ju e shihnit që ai ka përjetuar gjatë këtyre 2 dekadave? Gjanan, transformimi i OMVP-s është kumulativ dhe është i përshkallëzuar. Unë kam vretur dallim shumë të madh vetëm brenda këtyre 5 viteve të fundit, pra ecuria dhe faktorizimi i saj ka marrë për masa shumë të mëdha. E mos të flasim në raport me atë se siç ka qenë në fillim, por siç kam thënë edhe më herët, duhet përsëris, pra mundësia u dha. Biznesmenëve ta në vitin 2005, 2004, 2005, 2006 ju dha mundësia dhe ajo mundësi u shfrytëzu dhe prej një ideje u bë institucion, serios goxha. Shumë serios, prej një vizioni u bë një histori e suksesit të cilën e kremtuam para 2 ditësh, edhe mendoj që vetë faktorizimi i Odës, të cilën edhe kemi shpërfaqur edhe në dokumentarin që e kemi si produkt të ri, tani më viteve të fundit edhe në zgjedhjet qendrore dhe lokale të partive merrem përballë kërkesat tona për të formësuar ofertat e partive politike. Dhe kjo është, përveç se është krenari si institucion, mendoj që është një arritje shumë e madhe për shoqërinë në përgjithësi, për shkak se një institucion i cili ka ekspertizë të shquar në një lëmi, siç është ekonomia dhe siç është rasti jonë si institucion, ekspertiza e saj merret dhe vendoset në programet e tyre. Tash, se sa implementohet, ajo është një diskutim goxha i gjerë dhe komplet temë tjetër, por tregon që relevanca e Odës ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore është shtuar goxha, e tregoj vetë edhe ajo mbrëmje, e tregojnë edhe raste tjera, konferencat të cilat i organizojmë, por edhe tregon edhe ndikimi jonë në politikat makroekonomike të cilat ndoshta nuk është momenti, por ka shumë të cilat kemi ndikuar, vetëm në vitin e fundit, mos flas edhe më herët, pra kemi qenë si institucion shumë koshient dhe pranë antarësisë së saj në çdo moment duke lobuar dhe luftuar për ta. Zotri Zekiri përmendet se para 20 viteve bizneseve shqiptare ju dha një mundësi dhe e shfrytzuan. Po sa ka ndryshuar pozita e biznesit shqiptar që nga themelimi i Odës ekonomike? Pyetje shumë e vend dhe mendoj që këtë pyetje vetëm Oda ekonomike e Maqedonisë Veri Perëndimore mund ta përgjigj, jo nga hamendja, nga dëshirat dhe nga emocionet, por nga produktet të cilat neve i kemi. E një nga produktet më të shquara është edhe katalogu Top 100, ku këtë vit do ta regjistrojmë edicionin e 17 të ngjarjes Top 100, dhe aty kemi regjistruar ecurinë e kompanive shqiptare që nga viti, ne kemi filluar pak më vonë regjistrimin e saj, por duke marrë përballë vitin 2009, 4 vite pas themelimit të institucionit tonë, kompanitë tona kanë arritur nga xhiro vjetore, Top 100 kompanitë tona nga xhiro vjetore për dikun 220-230 milion euro në nivel vjetor, tani kemi arritur vlerën për 2 miliard euro pothuajse. Dhe kjo tregon për një rritje 10 fish të qarkullimit dhe të potencës të tyre, gjithsesi të shtrirjes së tyre në treg, ndërkaq net fitimi ka arritur vlerë prej mbi 100 milion euro, dikun kur ka qenë 16 apo 17 milion euro, që tregon që kompanitë shqiptare apo kompanitë të cilat ne i përfaqësojmë në institucionin tonë kanë një rritje marramense dhe kjo është reflektuar tani edhe në jetën sociale të qytetarëve. E dini më herët ka pas tendenca shumë të theksuara të qytetarëve që sapo të mbarojnë një shkollim të caktuar, të futem në sektorin publik, për shkak se ka një siguri ndoshta më të madhe aty. Po tani gjithçka ka ndryshuar, pagat në sektorin privat janë skajshëm më të larta se sektori publik dhe kjo vjen fal angazhimit dhe punës që kanë bërë bizneset tona. Dhe ju e dini që nuk dua të futen thellë në ekonomi, por më duhet të potencoj për hir të shikuesve tuaj.
arkën shtetërore e plotëson kryesisht biznesi dhe qytetarët në përgjithësi, por pjesa dërmuese e qytetarëve janë të punësuar në sektorin privat, që nuk kupton që sektori privat ka hisen më të madhe të ndikimit të saj makroekonomik dhe financiar të shtetit, ashtu ndodh në çdo shtet të zhvilluar dhe më gjerë, por dua të them që edhe në Maqedoninë e Veriut nuk është përjashtim, madje kemi një tendencë të rritjes së kompanive tona, nëse më lejoni Gjanan. Patjetër. Edhe një elaborim të shkurt, një nga produktet tjera të cilat i kemi ne është edhe manifesti për zhvillimin ekonomik, ku kemi bërë analizimin e ecurisë së bizneseve shqiptare, sidomos nga periudha e mëvetësimit të shtetit të Maqedonisë së Veriut. Aty kemi vërejtur që në procesin e privatizimit shqiptarët u menjanuan plotësisht. Nga 1662 kompani të cilat u privatizuan, shqiptarët nuk trashëguan as edhe një kompani. Nga ato 1662 kompani, besoni apo jo, vetëm 2% të atyre funksionojnë sot, por nuk do të thotë që funksionojnë fuqishëm. Pra numri atyre që funksionojnë fuqishëm është edhe më i vogël, ndërkaq të tjerat janë shumë labile sa i përket qëndrueshmërisë së tyre. Ndërkaq bizneset shqiptare, sidomos nga viti 90 e këtej, kanë filluar nga zero dhe për hir të audiencës përsëri do jep një statistikë që është e verifikuar, kompanitë me rritje më të shpejtë në vend janë kompanitë shqiptare. Pra rritja e tyre është eksponenciale dhe shpresoj që ky trend do të vazhdojë dhe shpresoj që institucionet do të reflektojnë ndaj këtij fenomeni dhe do t'ju ndihmojnë edhe më tepër, për shkak se sa më të fuqishme të jenë kompanitë, aq më i mirë është edhe plani socioekonomik i vendit, padyshim. Një rrugëtim kaq i gjatë, një institucion me kaq vite përvojë, sigurisht i ka dhe ato sakrificat apo sfidat e veta. Cilat kanë qenë sfidat më të vështira që ka kaluar oda ekonomike që nga fillimi i funksionimit të këtij si institucion? Sigurisht në fillim nuk është marrë seriozisht, nuk është menduar se do arrihet këtu që sot të jetë një ndër institucionet kyçe pra për të Gjanan, shumë pyetje intriguese, nuk desha të flas për këto, po do flas për hir të audiencës. Shikoni, në këtë monografi të cilën edhe kam sjell sot këtu para jush, është dokumentuar qartë që ka pasur zëra të ndryshëm gjëja shqiptarët, biznesmenët shqiptarë aso kohe, duan ta ndajnë shtetin, ta federalizojnë e kështu me radhë, apo ta kantonizojnë, duke thënë se nuk ka nevojë për një odë të shqiptarëve, le të jetë ajo odë e cila është. Me gjithë respektin për të gjitha odat, neve kemi partneritet të shquar me të gjitha, por pastaj kemi gjetur edhe stenograme në parlamentin e vendit që aso kohë edhe deputetët kanë folë me këtë narrativ, i cili ndoshta nuk ka qenë i drejtë, jo ndoshta, jemi të bindur që s'ka qenë i drejtë dhe intenca e OMVP-s nuk ka qenë ajo. Pra ka qenë, ja, kjo është një pengesë e cila në publik është bërë. Pastaj është periudha tjetër e cila po ashtu ka qenë shumë e vështirë, është periudha e mos pranimit të institucionit tonë sikur odë. Njëherë nuk është pranuar edhe si odë. Mandej nuk i është lejuar edhe të emërohet odë. Pra ka qenë rrethi ekonomik i Maqedonisë veri perëndimore. Pra nuk është lejuar njerë të quhet odë, por me këmbguljen e atyre zotrive të cilët e themeluan dhe i qëndruan pas, mendoj që OMVP duhet jetë edhe ndoshta edhe shembull edhe për studentët dhe për të rinjt se si këmbgulja të shpihet drejt suksesit në rast se qëllimi është i lirë dhe i sinqert. Aty pra nuk ka kush që mund të ndalë një iniciativë e cila është e lirë, por edhe që ka këmbgulje dhe ka persona të cilët besojnë në atë vizion. Për shkak i kësaj kemi pasur edhe shumë peripeti, e dini që edhe kemi pasur sidomos 5-6 vitet e fundit kriza të shquara ekonomike, financiare, të energjetikës, Covid e kështu me radhë. OMVP ndoshta me forcë dhe me muskuj të themi, është munduar që të ketë ndikimin e saj tek institucionet për t'u lehtësuar bizneseve dhe qytetarët krizën dhe mendoj që kemi bërë punë të mirë. A ka qenë mjaftueshme? Jo, por duke pas parasysh rezistencën që kemi pasur, mendoj që kemi qenë të suksesshëm edhe në këtë pikë. Sot, cili është problemi më i madh që po përballen edhe që po e frenon fakt zhvillimin e biznesit në vend? Problemet Gjanan janë të shumta, duke filluar nga mos pasja e kapaciteteve të institucioneve publike, mungesa e digitalizimit në ato institucione. Po ashtu duhet theksohet që ka një mosbesim ndoshta ende të theksuar tek institucionet, tek gjyqësori e kështu me radhë, mos funksionimi i ligjeve në tërësi dhe po ashtu nuk duhet të tishmanget kësaj përgjigje dhe fakti që kemi edhe mungesë të fuqisë punëtore, kemi një sistem arsimor i cili nuk është duke
plotësuar kërkesat reale të tregut të punës në vend, dhe këtu duhet punohet me shumë seriozitet, për shkak se arsimi është pikërisht burimi i gjithë shkaja, dhe mendoj që në rast se ka asimetri mes kërkesës dhe ofertës së tregut të punës, atë mendoj që ekonomia nuk zhvillohet deri në potencialin e saj, por pastaj edhe kemi edhe të lashe tjera të cilat i potencohen më herët që ndikojnë në konkurreshmërinë e vendit tonë. Ne si Odë Ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore jemi partner institucional i Forumit Ekonomik Botëror, ku punojmë edhe në krijimin dhe përpilimin e raporteve të ndryshme që masin kapacitetet konkurruese të vendit tonë, dhe aty qalojmë në raport me shtetet e rajonit, e mos flas pra me shtetet tjera, zhvillimi infrastrukturor, krijimi i kushteve, por edhe lufta kundër ekonomisë jo formale dhe konkurrencës jo lojale, që nuk i lejon të rinjt dhe të rejat të mbijetojnë në tregun e vendit. Pra kemi statistikat që tregojnë që 80% të kompanive nuk e festojnë 5 vjetorin e tyre të cilat themelohen. Pra kjo është një numër shumë serios, i cili si problematik duhet të trajtohet. Nuk themi që duhet të zhbëhet e tëra si fenomen, por nga 80% të bie s'paku në 40 apo në 50%, me qëllim që të kemi edhe figura të reja në tregun e mashinisë së verut, kompani të reja me ide inovative, sepse dini që të rit dhe të reja tani më kanë ide shumë inovative, por që duhet mbështetje. Dhe kjo patjetër se duhet që edhe Oda, por edhe institucionet të japin mbështetjen e duhur për të pasur sukses. Ku jemi të institucionet, sa arrin institucionet ta dëgjojnë në zërin e sektorit privat? Po ata dëgjojnë atëherë kur kanë interes. Kur nuk u shkon për shtati, shpesh herë ndoshta gjenë metoda të ndryshme për të evituar kërkesat tona dhe për të evituar të themi implementimin e asaj se çfarë kërkojmë, por neve si komuniteti i biznesit duhet ta kemi të qartë vetëm një segment dhe një element. Ne duhet të jemi profesional dhe parimor. Gjithçka që kërkojmë ne duhet të jetë në suaza të parimeve, të rregullave, të logjikës ekonomike të shëndosh, dhe normalisht duke janë veshur edhe interesin mbar kombëtar, por neve nuk guxojmë të kërkojmë diçka që është kundër interesit të shtetit, dhe por e dini që shpesh herë ka ndodhur që edhe shteti ka marrë masa të cilat janë në kundërshtim me parimet ekonomike. Kemi pasur ligje të cilat kanë qenë kundër parimeve kushtetuese, kemi pasur iniciativa të ndryshme që kanë dëmtuar bizneset e vogla, dhe ato iniciativa kanë qenë në favor të bizneseve të mëdha. Biles neve kemi reaguar së fundmi para disa muajsh edhe kundër iniciativës realizimit të vaucherëve të studentëve, se dia ju kujtohet ai moment kur u vendos që vetëm kompanitë e mëdha të mund të realizojnë realizimin të realizojnë ato vaucherët. Ndërkaq kompanitë mikro dhe të vogla të cilët kanë vetëm një shitore të pajisjeve teknologjike të mos mund të realizojnë atë njëjtën. Mendoj që kjo ka qenë një diskriminim klasik tipik, dhe mendoj që këtu reagimi jonë ka qenë më së i dur dhe me vend, dhe shpresoj që institucionet ta kuptojnë këtë, edhe pse jam i bindur që në prapavimin e tyre e dinë, por ja që momentet politike dhe të menaxhimit me resurset publike ndoshta e bëjnë ndonjëherë që kërkesat tona të mos janë të favorshme për ta. Ashtu siç na thonë ata, nuk është momenti i duhur, por mendoj që me këmbgulsi gjithmonë me këmbgulsi ju e dini që edhe kemi ankimuar ligje të ndryshme dhe kemi fituar në gjykatën kushtetuese shtetin, pra kemi ngadhnyer karshi shtetit. Mendoj që kur je profesional dhe parimor, mendoj që çdo gjë është e mundur. Çfarë duhet të ndryshohet urgjentisht që ta bëjmë vendin më konkurrues ekonomikisht, sepse përmendet ekonominë? Gjanan, njëherë ne duhet të krijojmë ambient të mirë dhe të këndshëm për fuqinë punëtore, për punëtorët në mashininë e verit. Si bëhet kjo? Kjo bëhet duke bë benchmarking, pra krahasim me kushtet të cilat punëtorët i kanë në shtetet e rajonit dhe Bashkimit Evropian. Kemi kontribute shumë të larta të pagave që penalizohen punonjësit, pra në plan bruto pagat i kemi të mira, por në plan neto nuk janë shumë të mira. Pra në raport me të themi shtetet fqinje, ku ne nga paga neto kemi dikon 52% kontribute, ndërkaq në Serbi ka dikon 37%, në Shqipëri 27.5%, Kosova është më shumë e ulët dhe shumë konkurruese në këtë pikë, Malizi po ashtu është më pak, Bosna tani dhe me Malin e Zi së bashku kanë implementuar sistem regresiv të matjes së pagës neto, të gjithësisht të kontributeve. Sa më e lartë paga neto, as më shumë bin
kontributet, Slovenia po ashtu e ka të njëjtin princip, dhe mendoj që A do vjet tek ne kjo? Neve kemi kërkuar dhe jemi këmbgulës në këtë pikpamje. Shpresoj që ODA do të vazhdon ta ketë këtë mision, për shkak se do të ndikojë në konkurrenshmërinë e bizneseve. Pra, çka do të mundson kompanive që ti paguajnë punonësit më tepër dhe të mos ketë kosto më të larta tatimore se që ka deri tani, dhe kështu ka dy momente: ose do të rritet skajshmërisht numri i punonjësve, ose do të rritet skajshmërisht produktiviteti i fuqisë punëtore, me çka do të rriten pagat automatikisht, dhe kështu bëhemi konkurrues. Ju e dini që neve synojmë Bashkimin Evropian, por me këtë produktivitet të cilin e kemi, ka dhe rreziqet e saja integrimi eventual në Bashkimin Evropian. Andaj mendoj që këto reforma duhet bën dhe shteti duhet të fillojë të bëjë realizimin e investimeve kapitale në plan pak më të suksesshëm. Duhet të tregoj shteti kapacitetet që ka, kapacitete për të realizuar investimet. E dini që çdo vit bëhet rebalans i buxhetit me qëllim që të ulet faktikisht ajo diferenca shumë e madhe mos realizimit, dhe me rebalans të buxhetit çfarë ndodh, nga 60% dalim në vlera më të larta që nuk është reale. E përmendëm parës të rinjt idetë e tyre, sa po arrim ti ruajmë, ti mbajmë të rinjt në vend dhe investitorët këtu, që mos të dalin, mos ta kenë dëshirën, nevojën, dhe të paktën as mendja mos ju shkon që të dalin jashtë. Përgjigja është në pyetjen që e parashtruat. Investitorët e huaj në Maqedoninë e Veriut e quajnë Maqedoninë e Veriut parajs të investimeve, për shkak se investitorët e huaj janë të liruar nga tatimet, nga gjithçka pothuajse, madje edhe nga vetë kontributet, ndërkaq të rinjt tonë kur investojnë këtu kanë vetëm një incentiv apo një mbështetje shtetërore, e cila është eliminimi i tatimit në fitim, por sa mund të fitojë një kompani e re sapo themeluar. Por kjo është një absurditet shumë i madh. Mendoj që ato kushte të cilat u jepin kompanive të huaja në Maqedoninë e Veriut, gjysma sikur t'u jepeshte kompanive vendore, mendoj që suksesi do të ishte edhe shumë më i lartë. Dhe sigurisht do krahasoheshim me vendet. Patjetër. Neve kemi raste individuale ku kompanitë tona shtyhen me kompani globale, dhe pse jo të mos rritet ky numër i atyre kompanive. Pas jubileut, cilat janë prioritetet kryesore apo parimore të OMVP-s? Oda ekonomike e Maqedonisë Veri Perëndimore tani më po e përmbyll një cikël 4 vjeçar. E pas këtij cikli, kur të fillon 4 vjeçari i ri, do duhet të krijohet edhe një strategji e re për 4 vitet të ardhshme. Mendoj që ajo do të jetë prioriteti i parë, duke qenë përsëri besnik dhe lojal ndaj parimeve dhe ideve të cilat i potencova më herët. Kërkesat tona të cilat nuk janë realizuar do të vazhdojmë t'i kërkojmë me këmbgulje, dhe stadi tjetër është rritja e kuadrove, pra gjithsesi rritja e numrit të punonjësve në zyrën ekzekutive, me qëllim që të jemi edhe më efikas në dhënien e shërbimeve. Kemi rritur skajshëm shërbimet dhe do të vazhdojmë në përmirësimin dhe rritjen e tyre po ashtu, sepse vlerësojmë që është mënyra e vetme për të qenë atraktiv për kompani. A do fokusoheni te inovacioni, te digitalizimi, te këto trendet e reja tani? Digitalizimi është më së i nevojshëm, e potencohet më herët, dhe sidomos në sektorin publik, për të tejkaluar këto mosbesime që i kemi ndaj institucioneve, për të luftuar korrupsionin dhe ekonominë jo formale. Mendoj që këto janë kushtet bazë të cilat neve duhet t'i kemi, por për fat të keq e dini edhe tranzicionin në ekonominë e gjelbërt. Tani më në Evropë nuk është trend ky diskutim, sepse tranzicioni ka ndodhur, por vetëm në Maqedoninë e Veriut vazhdojmë ende të bisedojmë për një gjë që cila ndoshta do duhej të ndodhë spaku para 5 viteve. Çfarë mundësi ju shihni për diasporën shqiptare në zhvillimin ekonomik të vendit? Përsëri pyetje shumë e bukur. Oda ekonomike e Maqedonisë Veri Perëndimore me këmbgulje që 5 vitet e fundit kërkon që të krijohet një strategji për mërgatën tonë, dhe së fundmi është miratuar diçka e tillë dhe do të punohet në atë drejtim. Natyrisht oda ekonomike do të jetë pjesë e grupeve punuese, sepse ka qenë edhe vetë iniciator, por mërgatën duhet ta shohim edhe si investitor potencial. Nëse mërgata jonë deri në vitin 2018 në nivel vjetor ka sjellur diku nga 1.5 deri në 2 miliard euro në nivel vjetor pasi si remetenca, tani ai numër është shkurtuar diku në 300 milionë euro, që është kurje shumë e madhe dhe është potenciali i humbur të cilin neve e kemi pasur, por edhe për ekonominë tonë shumë e dëmshme. Duhet të gjendet një modalitet që ti stimulojmë ata që të investojnë në vendin tonë. Po si shndrohet potenciali në investim? Ju tregova, të bëhet një ligj i cili është i ngjashëm dhe i përafërt me ligjin për investimet të huaja,
dhe të trajtohen si investitor të huaj, pra të hapen derë dhe të implementohet sistemi one stop shop edhe për ata nga qeveria, që të kenë beneficionet dhe kushtet si që i kanë kompanitë e huaja, por edhe të mbrohen nga konkurenca jo lojale, nga krimi organizuar e kështu me radhë, sepse gjithçka në fund të fundit bëhet në bazë të reputacionit të vendit. Nëse një vend ka reputacion të keq se i përket sigurisë ekonomike, politike e kështu me radhë, investitorët tërhiqen, kanë frikë dhe tërhiqen. Kur ka stabilitet ekonomik, politik, por edhe të sigurisë në gjyqësore kështu me radhë, atëherë vendi bëhet më atraktiv dhe do të shifen rezultatet vetë. Shumë shpejt. Ku e shihni OMVP në 10 vitet të ardhshme? OMVP në 10 vitet të ardhshme sheh veten si aktor relevant dhe ndoshta prej aktorëve kryesor të procesit të integrimit të këtij vendit, sepse kemi edhe pjesë të strategjisë tonë, por po ashtu e sheh ndoshta veten ODA si një institucion edhe më i madh, me shtrirje horizontale dhe më të lartë, me një numër më të lartë të antarësisë nga që e kemi, me shpresë që statistikat të cilat neve korespondojmë, na thonë se ka një numër dikon 7.000 apo 8.000 kompani shqiptare që operojnë në vendin tonë, me shpresë që ky numër të shumë fishohet më tepër në 10 vitet e ardhshme, por edhe duke ruajtur integritetin e tij apolitik, mos përzierjes me politik, moderatorja dhe në ngjarjen e 2 qershorit e tha që kemi bashkëpunuar me shtetin, por nuk kemi afruar kurrë me pushtetin. Qëndrimi sa më larg pushtetit dhe bashkëpunimi me institucionet dhe me shtetin është i domosdoshëm pavarësisht se kush vjen, dhe krijimi i një dialogu më të fuqishëm publiko-privat, mendoj që këto do të ishin pikat kryesore se ku duhet të fokusohet OMVP në 10 vjetorin e ardhshme. Po sa është e vështirë të jesh një urë lidhëse ndërmjet biznesit dhe institucioneve? Keni një barë në vete? Është shumë e vështirë për shkak se e potencova më herët, jo çdo herë aplikohen ligjet dhe jo çdo herë secili trajtohet në mënyrë parimore. Dhe kur kemi disbalans mes parimeve dhe ligjeve, mendoj që aty përfaqen probleme dhe kemi ankesa të shumta nga anëtarët, dhe aty është problemi kryesor. Paramendoni, kemi raste që vetëm një kompani individuale për shkaqe teknike administrative i është bën një padrejtësi, ndërsa që tërë sektori pra kompanitë e njëjta si ajo nga ai sektor nuk e kanë atë problem. Çfarë ndodh që i shkelet e drejta dhe humbin në kohë dhe në përparësinë operative që e kanë ata si kompani, dhe pastaj ODA duhet të reagojë në plan individual. Andaj jemi ne që shteti të vendosë sistem funksional. Sistemi i cili është i vendosur në plan konsensual nga të gjitha partitë, qoftë opozitare dhe ato në pozitë, sepse pastaj kur ndrohet pushteti pas disa vite, mos del dikush thotë që po unë këtë se kam ndesh dhe duhet me ndryshuar. Por le ta votojmë paraprakisht dhe le shkon sistemi në vend, ashtu nuk do të kemi problem, por është një problem, unë ndoshta nuk duhet ta them këtë, por funksionalizimi i plot i shtetit e defaktorizon politikën, i faktorizon qytetarët, bizneset dhe sektorin civil, dhe defaktorizohet politika. Nuk them se për këtë arsye ndoshta kemi vonesa, por duhet ta themi të vërtetën. Kjo është e vërteta të cilën e besoj thellësisht, dhe ndoshta do duhet punohet edhe në drejtim. Çfarë kërkon leadershipi në një kompani e cila përfaqëson qindra apo mijëra kompani? Leadershipi në një institucion si që është ODA, mendoj që duhet të ketë ndjesinë e përgjegjësisë së pari. Duhet të ketë ndjesinë e të qenurit lojal dhe i drejt e parimor ndaj atij institucioni dhe ndaj atyre që i përfaqëson gjithsesi kompanitë, sepse vlerësoj që është një turmë e madhe e njerëzve dhe e biznesmenëve, dhe kjo është ajo fenomeni dhe bukuria e ODA-s ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore. Kemi një turmë të madhe të njerëzve të suksesshëm me ide të ndryshme dhe me vizione të ndryshme, por që kanë arritur ta gjejnë një pikë të përbashkët dhe të fokusohen atë. Dhe ne si menaxhiment i planit i rrafshit horizontal, gjithsesi ekzekutiv, nëse nuk arrim së pari ta kuptojmë këtë dhe pastaj të veprojmë në bazë asaj që kemi kuptuar, mendoj që aty fillon edhe dështimi. Por unë mendoj që jemi duke ja dalur normalisht me mbështetjen e Këshillit Drejtues, me mbështetjen e Këshillit Mbikëqyrës dhe të Kuvendit, si organ më i lartë ky i fundit, mendoj që kemi bërë punë të mirë dhe jemi duke vendosur shembuj se si duhet edhe gjeneratat që do të vinë pas nesh të veprojnë në ODA-n ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore,
por edhe jemi duke vendosur një standard të ri që duhet të investohet në jetëgjatësinë e punonësve në OT. Pra të kemi një memori institucionale në atë institucion, me qëllim që të mos kemi shkëputje të ideve origjinale të cilat kanë qenë më herët dhe kanë qenë që nga fillet e saj. Pas 20 viteve histori, cili është mesazhi që dua jepni brezave të rinj, sipërmarrësve që sot po hedhin hapat e parë të tyre në biznes? Unë do t'ua them ato çfarë i them edhe vetvetes, të kenë guxim, dhe këtu po e këshilloj edhe vetveten, të kenë guxim sepse është vetëm një derë që të shpije drejt misionit dhe vizionit tënd, dhe po ashtu të mësojnë nga shembujt, siç është shembulli i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore, siç është shembulli i Universitetit të Tetovës, shembulli i Universitetit Nën Tereza, janë iniciativa të dëlira të cilat kur ka mbështetje dhe ka iniciativë të shëndosh në Prapavi, mendoj që do të qëndrojnë, dhe po ashtu është edhe Oda Ekonomike, ka qenë me ide origjinale, pa ndonjë interes personal, por ka qenë interesi kolektiv që ka qenë në tavolinën kryesore, dhe kështu ka pasur sukses. Andaj i inkurajoj të rinjtë të cilët duhen të futen në biznes, të ndjekin Odën Ekonomike, të antarësohen, të vinë, sepse sidomos për të rinj dhe për të rejat kemi edhe pako të themi speciale të mbështetjes, dhe të vinë të shfrytëzojnë këto mekanizmat të cilat neve i kemi në dispozicion, por edhe rjetin e biznesve të cilin e kemi. Qasja është me lehtë kur një biznes do të takohet me biznesin tjetër përmes Odës, dhe ne kemi madje edhe e kemi emëruar këtë të themi fenomen, quhet antari për antarin, është një kod etik, nuk është ndonjë kontratë e cila nënshkruhet, por është kod etik i cili me shumë zell dhe me shumë respekt trajtohet, dhe kjo ndoshta do të ishte ajo që ata duhet ta shfrytëzonin, por edhe të marrin ekspertizën e atyre që kanë edhe më tepër përvojë se ata. Unë ju falenderit shumë, ju uroj shumë sukses edhe në të ardhmen, shpresoj pse jo edhe 30-40 vjetori të shënohet, të jemi këtu ta kremtojmë dhe normalisht të shënojmë edhe sukseset të radhës. Ju falenderit shumë për ftesën dhe falenderit që ishit pjesë asaj ngjarje atë natë, dhe falenderit për insetet të cilat edhe ish përfaqet për publikun. Falenderit patjetër.